Për çfarë arsye qanë besimtar? Edhe burrat më të mëdhenj në histori kanë qajt. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pse po qanë? Loti i muslimanit është i shtrenjtë. A ke qajti ndonjëherë në sejdë? A ke qajti ndonjëherë duke lexuar Kur'an? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mirë, po loja e futbollit është më e rëndësishme. O ju vëllezërit e mi, për një ditë si kjo, përgatituni. Kur është loti yt i fundit për hir të Allahut azza wa jall. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se jeta e kësaj dunjaje është përplot me brenga, është me probleme, me telashe, me mërzia që njeriu e kaplon her pas here. Çdo njeri në jetën e kësaj dunjaje mërzitet, në jetën e kësaj dunjaje pikëllohet, njeriu në jetën e kësaj dunjaje lëndohet. Njeriu në jetën e kësaj dunjaje ndjen dhimbje dhe i rrjedhin lotët. Në jetën e kësaj dunjaje ka lot, njerëzit qajnë dhe qajnë për arsye të ndryshme. Nuk ka njeri i cili nuk qanë asnjëherë. Qajnë fëmijët, qajnë të rinjët, qanë buri, qanë gruaja, qanë i vjetri. Çdo njeri në jetën e tij sigurisht që do të loton ndonjëherë. Mirë po, për çfarë arsye? Dikush prej njerëzve qanë nga se i ka vdek baba, e dikush qanë nga se i ka vdek nana, dikush qanë se i ka vdek vëllau, dikush qanë se e ka ndonjë smundje, dikush qanë se fëmijën e ka të sëmur, dikush qanë se është i mërzitur, i pikëlluar, dikush qanë se është i përmalluar, dikush qanë për ndonjë arsye dhe arsye, e dikush qanë edhe për arsye të kota, dikush qanë nga se një lojë e ka humbur, dikush qanë nga se ndonjë dëshirë thjesht nuk i është plotësuar, dikush qanë vetëm duke e pa ndonjë film dhe ndonjë skenë të dhimbshme, dikush qanë duke e përcjell një serial dhe mërzitet, dikush dhe dikush. Njerëzit qajnë për arsye të ndryshme. Mirë po, për çfarë arsye qanë besimtari? Ti si musliman, nëse të rrjedhin lotët, për çfarë arsye? A qajmë ne për atë e cila e kënaq Allahun azza wa jall, apo qajmë ndoshta ne për arsye të thjeshta të kësaj dunjaje? Dhe nëse kthehemi në historinë tonë të ndritshme, do të shohim që edhe burrat më të mëdhenj në histori kanë qajt. Tha Allahu azza wa jall: "Idha tutla alejhim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Disa prej pejgamberëve të Allahut, kur janë lexuar ajetet e Allahut, kanë rënë në sejdë edhe kanë qajt.
Dhe vula e pejgamberve njeriu më i mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në jetën e tij ka qajt. Ka qajt kur i ka vdekur djali, ka qajt kur i ka vdekur vajza, ka qajt kur ja kanë mbyt shokët, ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po lotët e tij më së shumti kanë rrjedhur por hir të Allahut azza wa jall. Në një prej rasteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Mas'udit: "O Abdullah, më lexo nga ajetet e Kur'anit." Tha: "Ja Rasulullah, a do të lexoj unë ti, ndërsa ty të ka zbrit Kur'ani?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dua të dëgjoj nga dikush tjetër." Filloi të lexon Abdullah ibn Mas'udi derisa arriti në ajetin: "Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida." Si do t'jetë gjendja në ditën e gjykimit, kur njerëz do të dalin para Allahut azza wa jall, kur pejgamberët do t'jenë dëshmitar për popujt e tyre, e ti do t'jesh dëshmitari i gjithë atyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mjafton o Abdullah, mjafton." Tha Abdullahu, kur e ngrita kokën, e pash që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kishin rrjedh lotët. I rrjedhën lotët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ajetet e Kur'anit, nga argumentet e Allahut, nga ibadeti për hir të Allahut, nga frikën dhe Allahut, nga falenderimin dhe Allahut. Edhe ai ka qajt, edhe ne qajmë. Mirë po kur është loti yt i fundit për hir të Allahut azza wa jall? A ke qajti ndonjëherë në sejdë? A ke qajti ndonjëherë duke lexuar Kur'an? A ke qajti ndonjëherë duke bë dua? A ke qajti ndonjëherë për gjunahet tua? A e ngrit natën që ti falësh 2 rekat dhe të lotosh për hir të Allahut azza wa jall, duke i thënë Allahut: "Ja Rabb, mi fal gjunahet e mia, unë kam gabuar, unë kam devijuar, unë jam mashtruar, o Zot, më fal mua." Dhe të rrjedhin lotët për hir të Allahut azza wa jall. Qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe për neve, edhe për ummetin e tij. Në një prej rasteve ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lexoi ajetet e Kur'anit, kur Allahu azza wa jall flet për Ibrahimin alayhis salam, i cili i drejtohet Allahut për ummetin e tij. Pastaj për Isain alayhis salam, i cili i drejtohet Allahut për ummetin e tij. Pasi i lexoi këto ajete, i ngriti duart pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Allahumma ummati, ummati." O Zot, ummetin tim. Subhanallah. E ku është ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E ku jemi ne si ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E ku jemi ne ata të cilët themi Muhammedun Rasulullah? Ku janë rinia ata të cilët në kohën e futbollit nuk janë në gjendje me prish ratin, ndërsa ezani në vendet tona thëret: "Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah." Mirë po loja e futbollit është më e rëndësishme. Mirë po pirja e një kafes është më e rëndësishme. Mirë po muhabeti me njëri tjetrin është më i rëndësishëm. Mirë po gjumi në namazin e sabahut është më i rëndësishëm. Qajti për ummetin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ku jemi ne si ummet i tij? Atëherë Allahu azza wa jall e dërgoi Gjibrilin alayhis salam. Shka dhe pyete Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: "Pse po qan?" Ndërsa Allahu e di më mirë: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pse po qan?" Tha: "Po qaj për ummetin tim." Subhanallah. Tha Allahu azza wa jall: "Thuaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ne do të bëjmë të kënaqur me ummetin tënd." Qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e në një prej rasteve mori pjesë në një varrim që vari ende nuk ishte gati.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar pranë varrit i rjedhën lotët, ran lotët e tij në tokë, e pastaj ju drejtua sahabeve dhe tha: ja ikhwani li mithli hadha fa'iddu, o ju vëllezërit e mi, për një ditë si kjo përgatituni. Qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin e varrimit, qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin e vdekjes së dikujt, qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në prani të varrit, qajti. Dhe ne marrim pjesë në varrime, dhe ne së bashku shkojmë dhe përcjellim dikant në varreza. Mirë, po do të gjesh në mesin e njerëzve, në mesin e besimtarve, që edhe atje në varreza nuk ju kujtohet ahireti. E sheh varrin, e sheh vdekjen, e sheh të vdekurin, e sheh mbulimin me dhe, e përkujton ahiretin, i sheh gjithë ata që i kemi përcjellur, dhe megjithatë nuk i ban përshtypje fare. Sa prej njerëzve edhe në varrim, bisedat e tyre janë për politik, bisedat e tyre janë për sport, bisedat e tyre janë për biznes. Edhe në varrim do gjesh njerëz të cilët bëjnë hajgare, të cilët qeshen me njëri tjetrin, ndërsa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i rjedhën lotët: ja ikhwani, o vëllezërit e mi, li mithli hadha fa'iddu, për një ditë si kjo përgatituni, për një ditë si kjo qaj, si do t'jetë gjendja në momentin që do t'ja dorëzosh shpirtin Allahut azza wa jall, si do t'jetë gjendja në momentin që ti do t'lahesh mirë po jo me duart e tua, si do t'jetë gjendja në momentin që ti do të vishesh mirë po jo me duart e tua, si do t'jetë gjendja që veshja jote e fundit do t'jetë qefini, si do t'jetë gjendja që ti do t'loshohesh në varr në tokë dhe do t'mbulohesh me dhe, si do t'jetë ajo gjendje. Për këtë duhet të qanë besimtari, për këtë duhet të përgatitet besimtari. Loti i muslimanit është i shtrenjtë, qanë edhe për rastet të dunjas të dhimbshme, të pikluara. Mirë, po loti më i shtrenjtë është ai i cili derdhet, ai i cili rjedh për hir të Allahut azza wa jall, e ai i cili qanë për hir të Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu. Në ditën e gjykimit do të jenë 7 grupe të njerëzve, të cilët do të jenë në hije në atë ditë që nuk ka hije. I fundit i tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa rajulun dhakara Allah khalian fafadat ayna, dhe ai njeri i cili e përkujton Allahun në vetmi dhe i rjedhin lotët, ai i cili qanë për hir të Allahut azza wa jall, ai do të jetë në hijen e ditës së gjykimit. E lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që kemi frikë Allahun, e përkujtojmë ahiretin, lotët tona rjedhin për hir të Allahut azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall, Allahu në këtë din të na forcon, Allahu imanin ton të na shton, Allahu të na ban prej atyre që jetojmë me la ilaha illa Allah, vdesim me la ilaha illa Allah dhe dalim para Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. E lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.